raste të bujshme kanë ngritur dyshime serioze kur shtatzania përkon me procedurat penale. A kemi të bëjmë me një situatë humane apo me një strategji për të shmangur burgun? Në fakt është qartësisht një strategji jo për ta shmangur burgun po, sepse faktikisht legislationi jon parashikon shumë lehtësira në Shtatzan, po mendoj që tentativa është që tentativa për të manipuluar pak perceptimin, sepse duke qenë një nën shtatzane, atëherë edhe perceptimi edhe publik ndaj të pandeurave që janë pikërisht shtatzana, edhe atëherë zbutet pak më tepër dhe patjetër janë edhe procedurat ligjore, mund të ketë zvarritje të procesit për shkak të gjendjes shëndetësore, edhe këto janë përfitime, nuk mund ose është shumë e vështirë që të kishet liria e një gruaje që është shtatzanëve se për krime që janë shumë të rënda. Tentativa për mua shumë e qartë sepse janë shumë raste edhe të zyrtarëve publike, edhe ato që nuk janë cituar, të cilat pikërisht mbasi u ngrihet formalisht një akuzë, zbulohet se janë shtatzana. Dhe unë mendoj që është një tentativë e qartë për të përfituar nga këto lehtësira që parashikon ligji, që nuk është, si më thënë, nuk është jo legjitime, gjithë secili ka drejt të përfitojë nga boshllëqet ligjore, por në këtë rast, duke qenë se kemi të bëjmë me procese që përfshin zyrtar publik, të cilët kanë shpërdoruar ose kanë përfituar të mira publike, nga fondet publike, që kanë abuzuar me detyrën, atëherë këtu mendoj se kemi një problem shumë të madh, sepse kjo pengon dhënien e drejtësisë qartësisë. Domethënë, këto lehtësirat humane që parashikon ligji përdoren për të shmangur përgjegjësinë ligjore. Në këtë rast dhe jepet edhe një mesazh pak më i gjerë që nuk kanë dëshkueshmëri për njerëzit që kanë patur pushtet. Dhe ky mendoj se është diçka që duhet të rishikohet, duhet të reflektohet, edhe duhet të kemi ndryshime ligjore, pavarësisht se unë shikoj pak vështirë, duke qenë se për të patë ndryshime ligjore duhet kemi një vullnet politik dhe nuk i shoh të kenë vullnet politik as shumicën qeverisë dhe as opozitën që të bëjnë propozime të tilla ligjore, përkundrazi duke qenë se kaloi edhe kodi penal, ne e pam që tendenca është tërësisht në drejtim të kundërt, është për të zbutur edhe dënimet që janë krejtësisht skandaloze faktikisht, dënimet që parashikohen ndaj zyrtarëve publik për abuzime detyrë për korrupsion, dhe tendenca është për të zbutur edhe ato dënime. Që jemi pak në një moment jo shumë të mirë në këtë aspekt. Partia Socialiste mblidhet për ristrukturim, Partia Demokratike del në protest. A është kjo një reformë reale apo është thjesht një ripozicionim për pushtet? Në radhë të parë të dyja këto parti duhet të tregojnë se po bëjnë diçka, sepse gjendja politike në Shqipëri është që ne po kalojmë nga një krizë në tjetrën, dhe të dyja këto parti duhet të tregojnë elektoratit të tyre, po edhe më gjerë, që po kryen në radhë të parë funksionin e tyre. Po patjetër që Partia Socialiste me mbledhjen e asamblesë i duhet të ripozicionoj pak të gjithë ata aktorë që i kanë ngelur aktor politik dhe t'i përdorë në zgjedhje, sepse shumica nga figurat e saj kryesore tashmë kanë marrë një goditje me hetimet nga ana e drejtësisë. Dhe këto goditje janë goditje si për Partinë Socialiste dhe si për qeveri, Partinë Socialiste që është në qeveri. Kështu që në këtë aspekt është edhe e pritshme dhe nuk kishte ndonjë surprizë shumë të madhe sepse ata aktor politik kanë ngelur në një farë mënyrë. Ndërsa ripozicionim për pushtet do të thotë që Partia Socialiste ndjen se ka një kërcënim dhe unë nuk e shoh tamam që të jetë seriozisht e kërcënuar në momentin që kemi një opozitë që nuk është reformuar. Një opozitë që nuk ngjall shpresë dhe nuk e shoh si një kërcënim real. Por kemi një Parti Socialiste e cila, përgatitet për të administruar një pushtet që e ka. Dhe unë nuk e shoh që ende të jetë e kërcënuar. A është kjo fundjavë një sinjal që do të kemi përplasje më të forta politike në ditët në vijim? Ne vazhdimisht kërcënohemi me përplasje të forta, po jemi në një pikë që përplasjet e forta për vitesh na janë bërë një normalitet. Siç e thash, ne kalojmë nga një krizë në tjetrën, jo vetëm kemi një qeveri që është në krizë sepse është provuar që është e lidhur me krimin e organizuar, është e kapur
ishte kapur në abuzim në manipulimin e tenderave, siç e thash, disa nga figurat më kryesore të qeverisë janë në hetim tashmë. Dhe kjo do ishte një krizë për çdo qeveri, jo vetëm për qeverinë tonë. Po edhe përgjigja ndaj kësaj krize nga ana e opozitës është vetëm të prodhoj kriza, jo të jap ide të reformohet në mënyrë që të ofrojë zgjidhje. Kështu që jemi në një gjendje të sërzgjatur krizash dhe përplasjet padyshim do vazhdojnë. Pyetja është si qytetarë që ne duhet bëjmë vetes është se sa reale, sa legjitime janë këto përplasje, apo janë përplasje të cilat janë një teatr për të ndarë atë tortën e pushtetit. Sepse mendoj që është bërë e qartë qysh në momentin që qytetarët hezitojnë të bashkohen këtyre protestat, të cilat janë protesta që për qëllimi që shpallin janë shumë legjitime, sepse të kërkosh që të ikin, siç kanë qenë protestat e deri tanishme, që të ikin një zëvendës kryeministre, e cila është kapur në flagrant duke u angazhuar në korrupsion dhe në abuzim, është një standard krejt minimal dhe do ishte shumë e pranueshme që qytetarët të derdheshin në shert. Por nuk e bëjnë, dhe arsyeja që nuk e bëjnë është sepse ata dyshojnë që opozita është kooptuar. Pra në një farë mënyrë opozita tani lufton për ato të mirat politike që përfiton vetë, por jo për hallin e qytetarit. Dhe edhe unë personalisht nga gjithë ndjekja që i kam bërë vitet e fundit edhe protestave të opozitës, nuk më duket se ka një objektiv dhe një strategji mbas tyre. Duket se kur ka një strategji të kërcënuar pak pushtetin për të bërë disa marrëveshje që ne nuk i marrim vesh kurrë se çfarë janë, por nuk është për ato objektiv që shpallet. Dhe po ta konkretizoj pak. Partia Demokratike ose antarët e saj të komisionit kanë të gjithë dosjen e plot për 11.000 faqes të Belinda Ballukut. Dhe është shumë jo normale që ne nuk dim asnjë fakt të ri nga ajo dosje. Dhe çdo opozitë që ishte, pavarësisht se ka një kufizim ligjor aty, nuk do pyeste për atë kufizim ligjor, mjafton që të nxirrte disa fakte që e kompromentojnë edhe më tepër qeverinë dhe pozitën e një zëvendës kryeministre. Por nuk e ka bërë këtë, dhe fakti që nuk e ka bërë këtë do të thotë që ajo e përdor këtë dosje të bërë presion ndaj qeverisë. Për disa gjëra që ata ndoshta duan t'i arrijnë vetë, ndoshta për të bërë një marrëveshje për reformën zgjedhore, që është shumë e rëndësishme, për reformën territoriale, por jo për të patur një reformë që i shërben interesit publik dhe i shërben qytetarëve dhe i shërben garës reale demokratike. Kjo mendoj që është realiteti jonë. Po, apo përgatitet Partia Socialiste për zgjedhje apo për të konsoliduar kontrollin brenda partisë, çfarë do të prodhojë asambleja e sotme? Unë ndoqa pak në deklaratat që kanë ardhur nga zyrtarët e Partisë Socialiste, edhe më duk më shumë se në vend të ndryshimeve thelbësore në Partinë Socialiste, të shpallen disa reforma periferike, si tip garniture të tipit duhet të rritin pjesëmarrjen e grave në zgjedhje. Edi Rama deklaroi në fakt disa masa tilla të cilat nuk kanë faktikisht lidhje me nevojat reale që kemi ne, siç e thash, për një garë reale, por me nevojën e Partisë Socialiste për dhënë idenë që ajo tenton të reformohet, tenton të arrijë disa standarde, ndërkohë që standardi minimal që është mbajtja e përgjegjësisë morale, duke lejuar hetimin e zonjës Ballukut, duke i hequr asaj imunitetin, ky është një standard minimal, ose duke shkarkuar zonjën Ballukut vetë, nga ana e vet, pak një kërkesë nga ana e gjyqësorit, ky është një standard minimal që Partia Socialiste refuzon që ta arrijë të standard, po do këto standardet e vogla që i hedh pak për konsum publik. Po, deklaroi se do të ata po përgatiten për zgjedhjet, jam shumë e sigurt që kanë një strategji. Partia Socialiste ka një makineri elektorale dhe siç e thash, po ripozicionon aktorët sepse këta aktorë ka ndërkohë në dispozicion, po për reformë, unë mendoj që sinjali i parë për reformë do të thoshte që ne do të kishim një transparencë të këtyre takimeve. Pra, qytetari do të kishte akses në këto debatet brenda Partisë Socialiste, siç ndodhi në çdo parti demokratike në vendet të zhvilluara. Po që ne kemi akses vetëm në disa deklarata të kuruara që nuk e dim tamam se sa qëndrojnë apo jo zyrtarët e Partisë Socialiste. Që po kemi më shumë
nga ajo që kemi parë deri tani. Edira, Sepse edhe nuk ka, duhet kemi parasysh diçka. Partia Socialiste nuk ka më figura politike, ato janë shumë të pakta tashmë. Dhe nuk ka as ide politike më në qarkullim, kështu që vetëm rigjeneron ato ide që ka përdorur më përpara. Nuk pash asnjë lloj inovacioni ideor, dhe as kisha ndonjë pritshmëri duhet të them. Njësoj siç nuk e kam atë pritshmëri edhe nga ana e opozitës që njëkohësisht bëri edhe ajo zgjedhjet pak më parë dhe ricikloi sërish leadershipin e saj pa gjeneruar asnjë lloj analizë të mirëfillt se pse ka patur atë rezultat humbës që ka patur. Dhe pse nuk arrin të ngjall shpresë, dhe pse qytetarët nuk i bashkohen kauzave të saj, por përkundrazi kemi një rrjedhje. Ndërkohë që kemi këtë lloj bilanci i qeverisës që është katastrofik. Çdo qeveri do duhet të kishte rënë, nëse do kishte mendoj unë një opozitë që ishte antiteza, dhe nuk e kemi një opozitë që është antiteza e kësaj qeverie. Përkundrazi kemi dy palë që perceptohen sikur janë bashkë ose sikur janë anë të kundërta të së njëjtës monedhe. ndërkohë që Edi Rama ka deklaruar se do të zbresë numrin e deputetëve në kuvend, duke thënë se kjo duhet të ishte ndodhur më parë, dhe gjithashtu socialistët kanë vendosur që do të ndryshojnë disa nga drejtuesit politik në Qarqe, ku vëmendja më e madhe i është dhënë Tiranës. Elisa Spiropali, Gjiknuri dhe Eduard Sharsi kanë lënë drejtimin në rreth dhe do të vinë në Tiranë. A mendon se këto janë ndryshime vetëm për të tërhequr vëmendjen, apo janë pika kyç që vërtet do të sjellin ndonjë ndryshim? Unë mendoj se këto janë lëvizje të cilat lidhen me besnikërit brenda partisë më shumë se sa kanë të bëjnë me një rritje të eficiencës elektorale, domethënë që këta personat që ikën u zvendësuar nga disa persona që pritet të kenë rezultate më të mira. Jo, unë mendoj që është ajo lufta e brendshme politike, mendoj se domethënë largimi i zonjës Spiropali është shembulli më i qartë i këtyre lëvizjeve. Kështu që mendoj që janë thjesht një rezultat i luftës politike dhe po pozicionohen ato persona të cilat aktualisht janë pak më afër me pushtetin. Sepse e thash, Partia Socialiste ka një makinë elektorale e cila funksionon edhe sidomos funksionon me anë të urdhrave të njëshit, me anë të urdhrave të Edi Ramës, ndërsa personat e tjerë i shoh gjerësisht të zvendësueshëm, gjerësisht pa një identitet shumë të qartë politik përballë votuesit. Kështu që kjo është. Apo hyn politika shqiptare në një cikël të ri krize, ndërkohë që e vjetra nuk është mbyllur ende? Po, kjo është një tezë që mund ta hedhësh në çdo kohë, sepse politika shqiptare thash hyn vazhdimisht në një krizë të re. Edhe zgjidhjet që jepen janë zgjidhje të cilat tentojnë ta vendosin politikën në një farë krize, opozita në këtë rast, që të vjelin disa të mira nga qeveria, apo të hynë pak në këto pazare me qeveri. Kështu që vetëm unë mendoj që në këto kushte që jemi, duke i parë aktorët që nuk kanë asnjë lloj reflektimi, që nuk kanë asnjë lloj ndryshimi ideor, që nuk kanë demokraci të brendshme, por përkundrazi, demokracia e brendshme ka degeneruar në një farë mënyrë, atëherë nuk mendoj se mund të presim zhvillime të reja politike në këtë rast. Zhvillimet e reja politike do duhet ishin nga aktor ndoshta pak më marginal politik. Pra këtu çdo krizë ka hapësirë dhe jep hapësirë aktorëve të rinj, jo vetëm aktorëve i partitë të reja, po edhe aspirantëve për politik që të mbushin pikërisht këto boshllëqe që nuk janë në gjendje të mbushin partitë e mëdha. Pra, ti mund të kesh parti të vogla apo njerëz me integritet politik, të cilët mund të fillojnë edhe të flasin disa të vërteta, të cilat partitë e mëdha nuk i flasin dot, sepse janë të kapura nga interesa politike dhe ekonomike. Ku ka krizë ka gjithmonë një mundësi, po do duhet të shohim se sa do të shfrytëzohet kjo gjë. Unë mendoj që edhe në këtë sistem që jemi me kufizimet e jashtëzakonshme ndaj personave që angazhohen në politik, prapse ka mjete dhe ka mënyra pikërisht sepse kemi një lodhje dhe një mosbesim shumë të madh të qytetarëve nga establishmenti politik. Sa ndikojnë të gjitha këto zhvillime në hetimet e SPAK? A është duke ushtuar presioni politik ndaj drejtësisë? Dyshim ka një luftë mes
pak a shumë 3 pushteteve tani, sepse nëse më përpara gjyqësori është perceptuar ose gjërësisht ka qenë i varur qoftë nga legislativi, qoftë nga ekzekutivi për shkak se si legislativi dhe ekzekutivi ka qenë një palë, tani kemi një konsolidim të pavarësisë së gjyqësorit. Mund mos themi që është krejtësisht i pavarur, por ka një pavarësi shumë më të madhe dhe kjo është reflektuar edhe në hetimet ndaj zyrtarëve padyshim. Dhe kjo është reflektuar edhe në reagimet e fundit të qeverisë që e ka tërhequr atë mbështetjen e madhe që i dha reformës së drejtësisë. Pikërisht sepse në fund drejtësia po pavarësohet pak. Por pavarësia e pavarësia është e ndikueshme. Është e ndikueshme sepse me një ligj Edi Rama bashkon votat qoftë edhe me opozitën, edhe u prek krahët. Ja është një tezë e pritshme kjo sepse ose të paktën është e lehtë që të parashikosh bazuar në pozicionet edhe të opozitës dhe të opozitës që ato kanë një interes përbashkët që t'ia presin krahët drejtësisë. Se të paktën SPAK-u që ka qenë një nga organet më eficiente, le të themi, ose është pak në ai organi i drejtësisë që u ka kthyer besimin si qytetarëve te drejtësia për shkak të hetimeve dhe ngjalljes së shpresës që do ketë një ndëshkueshmëri më në punë të zyrtarëve, sepse kemi një standard dhe një humner shumë të madhe midis gjykimeve dhe drejtësisë me cilën përballet qytetari i tjerë dhe drejtësisë me cilën janë përballur deri tani zyrtarët. Por që unë mendoj që është një luftë që do vazhdoj kjo deri në momentin që ose do kemi një lëvizje të qartë ku qeveria do ta godas në mënyrë përfundimtare reformën drejtësi, ose SPAK-u do të shfrytëzojë ato kompetenca që ka deri tani për t'i dhënë goditje të mëtejshme qeverisë apo korrupsionit brenda qeverisë, konsolidohet plotësisht. Po mendoj se është akoma një proces që do vazhdoj. Ka vazhduar tani për disa vitesh dhe do të vazhdojë ende. Do duhet ta shohim ende. A duhet ligji të ndryshojë që të shmangen precedentë të tillë që minojnë besimin te drejtësia? Si që thash, kjo është problemi kryesor që prodhimi i ligjet varet nga vullneti politik dhe ne tashmë e kemi një pozicionim të qeverisë që ka shumicën legislative dhe ajo pozicionim është qartësisht kundër drejtësisë dhe kundër disa aksioneve që e kërcënojnë qeverinë drejt për drejt. Dhe kjo në vetvete është edhe një refuzim për të luftuar korrupsionin në radhët e veta qeveria, domethënë, por që e shoh vështirë, e nevojshme patjetër, e bëshme, e korrigjueshme, në këto momente jo, sepse nuk shoh vullnet për të bërë diçka të tillë. Shoh vullnetin e kundërt. Domethënë ne pam që në momentin që SPAK ju dha dhe drejta për të arrestuar zyrtarë të rangut të zëvendës kryeministit, kryeministri dhe tha që do ndryshojmë ligjin, pra do t'i heqim dhëmbët SPAK. Lëm pa dhëmbë që ai të mos ketë mundësi të veprojë siç SPAK-u dhe çdo institucion i drejtësisë vepron në bazë të ligjit. Dhe ligji e ka aktualisht qeveria me parlamenti që e ka shumicë. Raporti Instat tregon që çdo vit ikin 45.000 shqiptar. Sa shqetësuese është kjo shifër për ty? Në vitet e fundit faktikisht në gjitha të hierarkinë e problemeve madhore që kemi ne, që kryesisht ka qenë korrupsioni, droga, pastrimi i parave, kohët e fundit faktikisht shqetësimi im më kryesor po bëhet gjithmonë më shumë shpopullimi, se me sensin doli që kemi të paktën në 10-12 vjeçarin e fundit kemi të paktën 450.000 shqiptarë që janë larguar. Raporti i Instatit pastaj sugjeron që janë 45.000 shqiptarë që largohen në vit dhe këto janë 45.000 konsumatorë, 45.000 forcë prodhuese që largohet, 45.000 truri i vendit. Kemi parë efektet që ka dhënë te punëdhënësit të cilët nuk kanë më punëtor, janë në krizë. Dhe këto janë efekte që domethënë derdhen dhe rrjedhin në ekonomi. Do të kemi efektet në skemën e pensionit, se nuk kemi më taksapaguesit paguajnë taksat edhe që të paguajnë në një kohë të mëvonshme pensionet. Dhe padyshim kemi efektin madhor, domethënë që kemi një zvendësim të popullsisë, sepse përveç
krizës do kemi në ekonomi. Këto janë të paktën efektet që janë të parashikueshme sepse ne mund t'i parashikojmë në bazë të përvojës të vendeve të tjera. Një efekt tjetër që pak flitet është zvendësimi dhe që ka filluar edhe ndodh. Ne kemi filluar tash si vend që importojmë migrantë. Dhe me kalimin e kohës kam frikë se ky është një fenomen që do të shtohet. Do jemi një vend emigrantësh. Në terma fatgjatë 100 vjeçar kjo do sjellë edhe ndryshime politike pastaj. Janë pasoja shkatërruese që unë nuk i shoh edhe në agjendat politike, nuk i shoh, shprehet si shqetësim, por nuk shprehet shumë si një shqetësim që kërkon një zgjidhje imediate, pra që duhet jetë në krye të agjendave politike. Të nuk e shoh. Kjo është ma merr mendje që është një fenomen që e bërë edhe qytetari i zakonshëm. Fakti që probleme të tilla nuk gjejnë shprehje politike të përditshme. Ti ke krizën, kriza do të thotë që ke aktor politik që kanë hallet e tyre, aty do të tentojnë të zgjidhin. Por jo hallet e vendit, jo hallet që prekin qytetarët. Sepse ikja e forcës punëtore do prek këtë do prek të parë bizneset e vogla, bizneset e mesme, se ato janë shumica e bizneseve në vendin tonë. Dhe ky është një shqetësim që nuk gjen shprehje, përveç se ndoshta në debatet televizive si ky që po fillojnë. Partia Popullore Europiane ka dorëzuar 26 amendamente në Parlamentin Evropian për raportin e vitit 2025 për Shqipërinë, duke theksuar në këtë raport gjithë mangësitë serioze që ka Shqipëria në zgjedhje, në drejtësi dhe në qeverisje. Si do të ndikojë kjo për anëtarësimin e Shqipërisë pastaj në Bashkimin Evropian? Shqipëria në raport me anëtarësimin në kohëve të fundit ka një problem edhe më madhor se ky raport. Ky raport ndoshta është një mekanizëm që është gjetur nga ana e zyrtarëve evropian për të shprehur pozicionimin e tyre dhe pakënaqësitë e tyre. Por problemi madhor ishte që është një fakt i njohur, që është bërë i njohur edhe nga partnerët tanë nëpërmjet deklaratave publike, që ishte një kërkesë që zoti Rama duhet patjetër të lëshonte zonjën Balluku. Pra të ishte imuniteti dhe ta linte të lirë ndaj hetimit. Hetimi është hetimi drejt pastaj, sepse të heqësh imunitetin nuk do të thotë që domosdoshmërisht dënosh, ka një proces. Por hetimi do të thotë që ti e lë të zhveshur një politikan që të përballet me drejtësinë. Se deri tani Paku duhet të thënë që nuk e ka bërë dot kontrollin e plot të zonjës Balluku dhe gjithë informacionet që mund të jetë komprometues për akuzat e ngritura drejt tij. Ky është problemi madhor, sepse ai qëndrim i qeverisë tonë ishte i kushtëzuar me suksesin e integrimit, dhe tani ai është djegur dhe ne nuk e dim se çfarë do të thotë kjo tani. Dhe Partia Socialiste duhet të rikujtojmë që erdhi në pushtet me kartën e anëtarësimit të shpejtë në Bashkimin Evropian, madje ka patur biseda të kryeministrit dhe deklaratë që kanë sugjeruar që po konsideroheshin dhe skenar që Shqipëria të anëtarësojë më hershëm, po me të drejta jo të plota si vendet e tjera. Pra, për shembull, jo me të drejtë vetoje, siç e kanë gjitha vendet anëtare. Këto janë djegur, ai opsion është djegur. Ne akoma nuk e dim tamam sepse vendet partnere akoma nuk na e kanë komunikuar se çfarë pasoja do të ketë ai vendimi i qeverisë Rama për të mbrojtur deri në fund zonjën Balluku. Madje në asamblen zonja ishte zgjedhur si përfaqësuese e qarkut fier, domethënë mbajti pozicionin e saj politik, që kjo rëndon pozitën edhe të qeverisë, edhe të Shqipërisë, edhe shpresojmë të kryeministit Rama në këtë pikë, sepse shpresojmë që të ketë një ndëshkim për këto politika, për këtë sakrifikim të interesit ton kombëtar, interesat ngushta politike ose për interesat ngushta personale, sepse dyshohet që arsyeja që kryeministri e mbron zonjën Balluku është sepse ai është direkt i komprometuar ose i përfshirë në aktivitetet të saj legale dhe një lëshim i imunitetit do ta zbulonte, do lejonte zbulimin e atyre fakteve që komprometojnë. Kështu që unë në këtë lloj mënyre e shoh sepse e di shumë mirë që raportet e partive europiane, sado që mund të përdoren në momente të ndryshme, nuk është se kanë ndonjë rëndësi të veçantë, por mund të përdoren në momente të veçanta dhe në këto momente të veçanta Bashkimi Evropian mund t'i marrë gjetjet e atij raporti dhe të justifikojë disa masa ndëshkuese ndaj Shqipërisë. Këto janë skenaret. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe ju për intervistën e Zaurës. Faleminderit gjithashtu. Mirupafshim.
Faleminderit.